Sa respektohen realisht të drejtat e punëtorëve sot në vend? Kemi ligje, kemi marrëveshje kolektive, por realisht unë mendoj se në disa raste edhe nuk implementohen ashtu siç duhet. Cili është problemi më urgjent që përballen punëtorët sot? Mendojmë ne se është niveli i ulët i pagave në krahasim me kostën e jetesës. A mund të sigurohet një jetë dinjitoze me pagat që marrim sot? Për një pjesë të madhe të punëtorëve, jo. Nuk mund të them edhe për një pjesë tjetër, po është një pjesë shumë e vogël. Unë kam një informacion, do me thënë, 160.000 punëtor punojnë rregullisht, por jetojnë në kufirin e varfërisë. Apo e fiton ose humb LSM-ja betejën sindikaliste për rritjen e pagës minimale? Kërkesa jo nuk u respektua dhe paga ishte shumë e vogël, 1.667 denar. Pse marrëveshja kolektive të punësuarve në kulturë po sfidohet në gjykatën kushtetuese? Dy iniciativa të tilla ka pasur në vitin 2021 dhe në vitin 2024. Dhe gjykata kushtetuese në atë kohë ka thënë që jo, marrëveshja kolektive është në rregull dhe ka kushtetueshmëri, domethënë qëndron. Dhe tani është pikpyetja, si ka mundësi që të njëjtët gjyqtar të gjykatës kushtetuese me të njëjtët pika po e shqyrtojnë edhe një herë? A do të ketë protesta pas 1 maj? Do të ketë, por më duket që sektori i kulturës do të përgatitet për grevë. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep kryetari i sindikatës pranë teatrit shqiptar në Shkup, Hamdi Rashidi. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.